Një ngjarje e rëndë ka tronditur Tiranën në orët e para të 14 shkurtit pasi një vajzë 18 vjeçare ka mbërritur në spital e plagosur me armë zjarri. Fillimisht rrethanat e ngjarjes mbetën të paqarta, duke ngritur dyshime dhe pikpyetje mbi atë që kishte ndodhur brenda ambienteve të një hoteli në kryeqytet. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, nga verifikimi i kamerave të sigurisë, ka rezultuar se e reja dyshohet se është vetë plagosur. Ky version është përforcuar edhe nga dëshmia e vetë 18 vjeçares, e cila pasi ka marrë ndihmën mjekësore, ka deklaruar para grupit hetimor se plagosjen e ka shkaktuar vetë. Sipas burimeve që i referohen hetimeve, ajo ka pohuar se ka ndërmarrë këtë veprim për shkak të problemeve dhe gabimeve që mendon se ka bërë në jetën e saj. Megjithatë, çështja nuk mbyllet me kaq. Policia ka ndaluar 2 persona me akuzën e moskallëzimit të krimit dhe të tentativës për fshehje apo prishje të provave në vendin e ngjarjes. Sipas hetimeve paraprake, këta persona dyshohet se kanë ndërhyrë për të penguar zbardhjen e plotë të rrethanave, duke mos njoftuar autoritetet dhe duke tentuar të manipulonin situatën pas plagosjes. Ndërkohë, arma e përdorur në këtë ngjarje dyshohet se i përket një 22 vjeçari dhe tij është ngritur akuza për armbajtje pa leje, ndërsa vijon puna për sqaruar nëse ai ka pasur dieni apo rol në momentin e ngjarjes. Grupi hetimor po vijon mbledhjen e provave dhe marrjen në pyetje të personave të përfshirë për të përcaktuar me saktësi dinamikën e plotë të asaj që ndodhi në hotel. Deri tani, versioni zyrtar mbetet ai i vetë plagosjes, i mbështetur nga pamjet filmike dhe nga dëshmia e 18 vjeçares. Ngjarja ka ngritur shqetësim jo vetëm për rrethanat e saj, por edhe për faktin se persona të tjerë dyshohet se kanë tentuar të fshehin të vërtetën. Hetimet pritet të hedhin më shumë dritë në ditët në vijim, ndërsa gjendja shëndetësore e vajzës raportohet të jetë jashtë rrezikut për jetën.